Slavko Simić, Zlatan Elek, Liljana Stefanović, Verica Ceranic, Miljana Nikolić, Branislav Nikolić, Stefan Kovačević, Srdjan Popović dhe i fundit vet Igor Simić. Të gjithë 9 deputetët e listës serbe, nga 3 herë secili, dështuan që t'i marrin votat e nevojshme për nënkryetar të kuvendit. Asnjëherë nuk morën më shumë se 9 vota pro, atë sa ka lista serbe. Lëvizja vetëvendosje bashkë me disa deputet të komuniteteve ishin kundër, ndërsa vazhdimisht abstenuan deputetët e LDK-s, PDK-s, por edhe disa të AAK-s. Nisma mungoi në seancë. Seanca por pas publikimit të plotë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, e solli suksesin e shumëpritur, zhbllokimin e kuvendit. Srpska lista predlaže još jednom gospodina Slavka Simića za mesto potpredsjednika i poziva kolege poslanike. Lista serbe oftua që t'i hapë rrugë kandidimit të Nenad Rashiqit, por e refuzuan thirrjen e kryeparlamentarit. Kjo shkaktoi pakënaqësi dhe reagim tek deputetët e partisë më të madhe parlamentare. Pasi u shterën të gjitha mundësitë për kandidatët, syt u drejtuan ka i vetmi serb që nuk është pjesë e kësaj partie. Jam i detyruar të vazhdoj me procedurën e shortit si mekanizëm debllokues. Meqense shorti nuk kishte kuptim sepse kishte mbetur vetëm një emër, u dha mundësia votimit direkt. Të nderuar kolegë, kandidati i vetëm që nuk është propozuar deri më tani është deputeti Nenad Rashiq, i cili do t'i nënshtrohet shortit sipas nenit 12 paragrafit 7 të rregullorës së kuvendit. Thirrja për ta ngritur dorën lart ishte sinjali që ishte pritur mbi një muaj. Të gjithë deputetët e lëvizjes vetëvendosje ja dhanë dritën e gjelbër Nenad Rashiqit. Ndonse pa një paralajmërim të mëhershëm, edhe Lidhja Demokratike e dha votën e përkrahjes. Partia Demokratike abstenoi ashtu sikurse deputetët e AAK-s. Me 71 vota për, 9 kundër dhe 24 abstenime. Nënkryetari i kuvendit u zgjodh Nenad Rashiq dhe u kompletua kryesia dhe tani edhe kuvendi llogaritet i konstituar. Tani është hapur rruga për formimin e qeverisë dhe mandatarin do ta saktojë në një takim presidentja e vendit me partinë fituese.